Kë kemi këtu? Duhet të them, duke shumë e lezetshëm. Eja, ti futem me punës. Ku është dashuri jote? Po, e di, s'të shpjegova asgjë. Duhet t'jesh krejt i gëtuar. Nga t'ja nis. Ndoshta duhet të prezantojmë. Por s'ka asnjë rëndësi, nuk të duhet emrin. Kështu që po ta kursej. A është dashuri jote në shtëpi apo s'është kthyer ende? Nëse do t'jem e drejt për drejt me ty. Puna është kjo. Ti më detyrosh para. Ose më sakt, ajo i detyrohet para shefit tim. E di, po tingëllon keq. Po më ndjek? Ajo ta ka fshehur, s'ka dyshim. Por ka bërë një gjë shumë të rëndë. Na ka vjedhur para. Ne duam thjesht t'i marrim mbrapsht. Jo, mos e mbyll derën, mos më lër jashtë. As do të më ftosh brenda? Të hyj pak? Do jetë shumë e thjeshtë për të dy. Flasim qet. Mos u tremb. Jam këtu për të dhënë mesazhe, nuk jam këtu për t'i bërë keq asnjëriu. Sidomos jo dikë si ti. Ja kështu. Të paktën s'po e vështirëson. Pas ke shtëpin shumë të bukur. Vështirë të lidh të dashurën tënde me këtë stil jetese, por nëse. Kur mendon se kthehet, kam punë me të. Mund të ma thuash. E di që s'jam njeriu më i mirë në botë, por ka një kufi dhe tek unë. Kam bërë gjëra të këqija, por kur nuk kam lënduar dikë që se meritonte. S'kam ndërmend ta filloj sonte. Riqet. Nëse do të fajsosh dikë, fajso të dashurën tënde, jo veten. Gjithsesi, kam folur boll për të. Duhet të të njoh pak ty. Kemi të gjithë natën përpara. Ka kohë që s'kam pasur njëri me cilin të ri. Ka jam mësuar të qenit vetmitare. Dhe pastaj të shoh ty. S'ma bi që as të ka të rriguar asgjë, ti je shumë më lartë se ajo. Si quhesh? Ja, thuaje. Nuk do ta përdor kundër teje. Emër shumë i bukur. Tingëllon bukur. Ishte koha për gjumë? Ke veshur pijama, dukesh i lodhur dhe... Dili gjatë me sa duket. Du të kërkoj falje, që të hyra në shtëpi ka gjithmonë, por nuk kisha zgjidhje. Ti mund të flesh, nuk do të bëj asnjë marrëzi. Unë thjesht do rri këtu dhe do pres të dashurën tënde. Por, me thënë të drejtën, nuk do të më bezdiste të më shikoj kështu. A je i jetur? Ke një shishe ujë këtu. Pse po qesh? Ka ndonjë gjë sheqarake? Ndoshta je thjesht në stres. Nuk më hiqin nga mendja sa jam ëmbël dukesh kur buzëqesh. Duke qeshur me fjalët e mia për herë të parë, nuk dukesh i frikësuar. Është bukur të shoh kështu. Duhet të buzëqeshësh më shpesh. Më kujton kohët e vjetra, para se të hyja në këtë ferr. Tani jam brenda deri në fyt. Fal nëse duket sikur po të ngacmoj, por po përpiqem thjesht të mbaj mendjen larg kësaj situate. Dëgjoj. E dashuria jote si të trajton? Jam thjesht kurioz. Ajo të ka gënjur, kjo s'ka dyshim, dhe ti meriton shumë më mirë. Do të them diçka, por duhet më premtoj se nuk do ta mbas shturon. A premton? Mirë, dëgjoj. Shefi im do qonë ta heq qafët të dashurën tënde, por nuk mundem. Nuk e bëj dot. Dhe nuk dua. Por po u ktheva pa gjë. Shefi im do të më vrasë në vend të saj. Ndaj, po të kërkoj diçka që nuk duhet të kërkoja. E jam me mua. Nëse vjen me mua, e dashuria jote shpëton. Që ndoshta do të mbajmë peng ose
si mjet presioni, por do të gjej mënyrë të shpëtoj. Pas disa ditësh, kur qetësojmë punët, do jesh i lirë. E di që ke frikë, por kjo është rruga e vetme. Nëse s'do, të kuptoj. Por jeta jo të rrezikohet, dhe s'dua të të ndodhi gjë. Je mirë? E di kush jam? Mendo pak. Kemi qenë bashkë në gjimnaz. Jam unë. Nuk doja të më shije kështu. Pse unë dava për teje? Sepse duhej. Të doja atëherë dhe do të dua dhe sot. U futa në këtë botë të ligë se s'doja të zhysja dhe ty. Ishte shumë e rrezikshme. Ç'po bën? Jo, mos, nuk ka kohë për këto. Duhet të kontaktojmë të dashurën tënde. Eja me mua, të lutem. Mirë, po bën prapë të gjën. Të shikimin tënd të vjetër, sikur po përpiqesh të më lexosh mendimet. Dgjoj. S'ka kohë për hezitime. Jashtë ka njerëz që s'presin. Nëse rri këtu, nëse mendon se mund të shpëtosh kësaj thjesht duke u fshirë pas derës tënde, gabohesh. Ata do vinë, dhe nuk do jenë si unë. Unë të paktën po të flas, po të paralajmëroj. Do të them diçka të fundit. Ti nuk më detyrosh mua asgjë, por ajo na ka futur të dyve në këtë. Nëse iki vetëm, shefi im do ta kuptoj gjithçka dhe do të dërgoj dikë tjetër. Dikë që nuk njeh fytyra, nuk njeh kujtime, nuk njeh ndjenja. Nëse vjen me mua, do të çoj diku të sigurt, të fsheh, të ruaj dhe të mbaj gjallë. Për disa ditë do jetë ferr, pastaj do qetësohet. Unë e di si funksionojnë këto gjëra dhe unë e di si të dalim prej saj. Përfundimisht. Tani thuaje, a do vish me mua? Na iku koha, duhet të zgjedhësh tani, ose vjen me mua, ose dera hapet nga dikush tjetër.